720.000 të ri. Sot, shqiptarët kanë treguar se lindshmërisë më të ultin në botë për shkak të migracionit, sipas Organizatës Kombeve të Bashkuara. Kanë rënjen më të madhe numerike të popullatës. Kanë prej vitit 2018 një vdekshmëri mira qytetarët me vdesin më shumë se sa lindin. Kombi është në rrugën e zhdukjes. Edi Rama ka përqendruar çdo pushtet në dorët e tij. Nga 67 miliard euro taksat të qytetarëve, 67 miliard euro taksave të qytetarëve. Po të zbresim 8 miliard euro rroga në 12 vite. Pjesa tjetër është vjedhur dhe shpërdoruar në masën 90% sipas kontrollit lartë të shtetit, sipas Bankës Botërore. Shikoni çfarë ndodh, mjafton të hidhni syt. Të gjitha punët publike të tyre shemen, sikur janë prej kartoni dhe jo prej betoni. Po këto janë ato që duken, po qindra e qindra milion të tjera janë zhdukur me 98-100%, si që është djegësi i Tiranës. Miq, në vitin 2013 në shkollat e Shqipërisë ka patur 25.600 kompjuter i zhduken, dhe në tendrin e ri që kanë bërë punati i bashortës Edi Ramës, ka sjell me dogana kompjuter me çmim 10 herë më të lartë se në dyqanet pranimore. €75 milion ishte tenderi për përmirësim në inteligjencë artificiale, e cila nuk ekziston në Shqipëri. Pra, sikur kjo ekziston, po do ta përmirësojmë. Dhe para 2 javësh urdhëroi Ministri e Financave të disbursoj Baxhanakut 25 milion të fundit. 15.000 euro kamera e trupit të policit. Smart City, Smart Vjedhja. E pa imagjinueshme. 15 euro kushton të kapelja e policit në Suedi, për policin suedez. 300 euro për policin shqiptar. Dhe ai që ka bërë tendrin, kalon nga një studio në studio tjetër duke bërë moral për Edi Ramën. Nuk ka qenë më i poshtruar ndonjëherë ky popull se sa sot. Një mori hajdutësh paguhen për të kaluar çdo natë në studio për të dezinformuar dhe për të mashtruar shqiptarët, për të glorifikuar të keqen, për të demonizuar opozitën, për faktin e vetëm se qëndron kundër kësaj qeverie. Ju e ndëgjuat nofta. Autopsinë që i bëri mbrëm ish zëvendës kryeministri, i cili ka burimet, por ka guxim në madh të bëj publik ato. Se ato që i denoncoi ai
i dinë shumë të tjerë zyrtar. Po ai ka guximin të bëj publike. Ju e ndëgjua se si karteli Troplini ka zonë e lirë ekonomike. Shkoni në Gjavzotaj po të doni. Gjavzotat janë domen, janë zotrim i Troplinve. As miza zlvizdot aty pa Troplinët. Dhe ky ka zgjedh Duranen. Pa kufi fare, pa asnjë lloj kufi, sa të duan Troplinët. Për të çuar ndërmarrjet pa taksa, të cilat do i paguën taksa Troplinëve. Për të listuar ndërmarrjet që don Troplini aty, të regjistrohen dhe pa taksa. Durana. Nuk ka një kryeministër tjetër në thanë botë që të ketë bërë këto që bën ky. Dhe rezultati kërkon ta marrë peng në Zvicër. Ta sjell këtu. Bashkëpunëtorë në krimet e janë ata prokurorë që heshtin para kësaj situate. Po ata i kontrollon ky. Altin Dumanin e ka në xhep ky, e ka një mercenar të vetin. Dhe tani sfundi nuk heq imunitetet. Do të lutëm çdo shqiptari të rikthehet pak në vitet 2005-2013. Çdo kërkesë, në mënyrë absolute çdo kërkesë, e paraqitur nga prokuroria, pavarësisht nga konsideratat politike për atë